Ato jo, po thoshin i korishit, jo i vraniqit. Fjalët për vëllaun nuk i dalin lehtë. Kur hap mbrapa, vetë gjitha kun përpara. E dhimbja e Sanije Muqa Ramshajt i shtohet edhe më shumë me 5 prill. Kjo meq në këtë datë është edhe për vjetori i rënies së dëshmorit nga vraniqi i Suharekës, Zaim Muqa. Ky i fundit me fillimin e luftës në Kosovë ndodhi në Gjermani. Por dëshira për të para dhaun e lirë ishte më e madhe. Zaimi ja kon Gjermani të punu. Ka ardhë. Kur ka ardhë unë jam me martunë në pëçan të vogël. Kur ka ardhë unë jam betasu, sa atëherë në telefon as kena folë, ku me ditë sa. Shme bo, edhe kum ditë që vjena i sa konë gjitha dëtarë, gjitha konë për krejtë. Kur erdhe ufsha pas ke bomë në Zaim dadë. Ska, kjo ka marrë fond tashti. Edhe pa u liru Kosova, unë kur nuk hiqna piktumit. U plagos në Buzhal. E ku a plagos që atje në bjesh, po kur kum një unë në Buzhal, më kanë përru në spital. Unë e ku marrë më ryk, a i shkon i plagos. I shkon të dhim të krahi shumë. Thot e i dadë largoje dorën e mjeki, do të më bo t'i e fort, do të më bo, s'do të më bo. Unë kam këto dhe njona dhe motër, unë njona baba më kanë dik ma herë. Pas kësaj bisede, rrugët e Zaimit me Sanijen u ndan. Kjo e fundit bashkë me pjesën tjetër të familjes morën rrugën për në Shqipëri. Ndërsa në edicionin qendror të lajmeve të mbrëmjes, Sanija dëgjoi lajmin më të rënd të jetës. Kur këna shku që na vendos atje, ju kom thoni na kon 4-6 ditë me një vend. Më thënë aty në njona, qitë një këtë fëmijën jashtë i ngojnë a lajmet. Kur ka thonë ka ra dëshmorë Zaim Muqa, unë kom piskat në kup qilës, dhe i vogli e kom rritë vetë, thuja. Ka thonë, ato jo, po thoshin i korishit, jo i vraniqit, o, thash për di, sa i s'ka pas kur hap mbrapa, vetë gjitha kun përpara. Liria erdhi vetëm disa muaj pas rënies së Zaim Muqajt, e bashkë me të erdhi në jetë edhe i biri i tij. Për këtë, familja vendosi që emrin e babait dëshmor që ra në luftë ta trashëgonte i birin në liri. Vllavi mu ka myt me 5 prill, me 17 gusht në kalet djali. Ja kena për të emrin, djali o si drita, dhe qika është mirë. Qika ku ka posa, ku në vogël, s'ka dit me folë kështu që the ke babë, njën, ku pake. Fotografitë që kjo që kish me bo babi shpirtin ma këputke. Veç kjo ditë për mu gati gjethë, sa herë t'ja përmeni emnin e ti, në mdoke që mi qëtë mi shqipishna. A i shqyqërë bo mirë, i shala bohët edhe ma mirë, po për mu e shumë dhimë të madhe. Atë ditë të rënd prilli bashkë me Zaim Muqajn, ra në dëshmorë dhe disa bashkë luftëtarë të tij.